Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Shpesh në emisionin Dekalog unë kam marrë të ftuar historianë, studius të ndryshëm, kryesisht për periudha historike të reja, moderne, por pak flitet dhe diskutohet për periudhën e mesjetës, ose në atë që ne kemi qenë në pushtimin Osman. Gati duke si periudhë e errët her pas here, jemi të fokusuar vetëm te dy figurat e Skënderbeu dhe Ali Pashte Pelena, dhe pjesa tjetër përpara këtyre dhe madje edhe një pjesë pas, duket shumë e errët. Madje disa historianë studiuese e quajnë si mesjeta e errët, përdorin terma të tillë. Por së fundi në Shqipëri ka shumë studius që e kanë lënë të parë këtë periudhë. Një prej tyre unë kam shumë për zëmër për studimet e tij, edhe pse nuk ka marrë vlerën dhe famën që meriton, është Dritan Ergro, një nga osmanologët e rrallë që ka Shqipëria, studiuar në Turqi për gati 10 vite, studime të plota si historian, dhe tashmë prej shumë vitesh jeton në Shqipëri dhe të gjitha motivet e tij i ka në Shqipëri. Ka shumë për diskutuar për periudhën osmane. Unë kam kënaqësinë të kem sot Dritan Ergro në emisionin tim. Zoti Ergro, faleminderit që pranuat ftesën. Shumë faleminderit juve. Siç e thash në fillim, është një periudhë pothuajse e errët për të ditur shumë gjëra. Po pyetja e parë vetëve ti, ore pse zgjodhe të jesh osmanolog? Se mund të jesh amerikanolog, anglezofil, italofil, austrofil, po osmanolog? Kjo ka të bëjë me faktin kur fillova studimet e larta universitare këtu tek Fakulteti i Filologjisë, atë vit në 87 u hapën 3 gjuhë të rralla, ose kurset që ishin atëherë, njëra për greqishtën e vjetër, kryesisht e destinuar për arkeologët, gjermanishtja, ishte mod në atë kohë sepse po hapeshin albaniet me Gjermanin, dhe turqishtja. Përgjithsisht pati një numër shumë të madh studentësh që u kanalizuan te gjuhët e para. Ke turqishtja shumë pak dhe aty e pash për herë të parë që këtu ka diçka që nuk shkon. Shumë interesante kjo. E dyta. Do të thotë se kishin nuk e kishin shumë për zemër. Për zemër. Edhe kjo dukej edhe perspektiva e kësaj fushë studimi. Së dyti, marrëdhënien me lindjen unë e kam shumë të herët, sepse i përkas gjeneratave të fundit që në shkollë ka bërë rusisht. Ju keni bërë rusisht? Unë kam bërë, po, rusisht, e kam vlerësuar shumë dhe e dua shumë atë gjuhë. Dhe fal rusishtes kam bërë dhe kalime ke bullgarishtja dhe ke serbo-kroatishtja. Pra, shfryzoj literaturë lirshëm edhe në gjuhët e tjera slave. Kështu që unë e njoh lindjen dhe përbatut shokët e mi të asaj gjenerate më thoshin kur të gjithë ne duam të shkojmë drejt perëndimit. Ti shkon drejt lindjes. Ti përshë tek ti. Po unë isha student i historisë. Dhe e kisha pikasur që kishte një vakum për studimet dhe për ndikimet që vinin nga lindja, sepse thosha, s'duam, kjo është një periudhë që e ka kaluar i gjithë Ballkani. Dhe në gjithë Ballkanin, po i veçoj periudha të tjera, po periudha osmane ishte trajtuar shumë errët ideologjikisht, sepse shtetet kombe u ngritën si antiperandori. Dhe duke u ngritur mbi konceptin shtet komb, duke mohuar periudhën e mëparshme, detyrimisht ajo mbetej e errët, e keqe, me të gjitha epitetet që mundin. Dhe këtë trashëgimi e kemi pasur edhe neve. Dhe kur vim deri në vitin 90, duhet të thënë kjo, gjatë periudhës komuniste, është studiuar, por jo ngritur në ato nivele siç u vlerësuan periudhat e tjera të historisë Shqipërisë. Sepse për ideologji, për lindje orient, plus edhe u kputën lidhjet me perandorinë, humbja e njerëzve që dinin gjuhën, dënimi atyre që kishin lidhje të forta me perandorinë. Kishim osmanolog në atë kohë? Jo profesionistë në kuptimin kështu, po kishim njerëz që kishin mbaruar shkollat e perandorisë osmane. Mustafa Kruja ka qenë një ndër ta. Kishim Rauf Fico, diplomati, ambasadori ministri jashtë. Elvina, shtetarët, një kaste tërë. Po jo, po si studius? Studius profesionist, jo, se edhe perandoria s'kishte në atë kohë. Vetëm ata mendimtarët e viteve 30, si Branko Merxhani, tjerë, vetëm ata kishin. Ata ishin, po ata më tepër merreshin me Turqinë e re dhe me Shqipërinë e re. Po, dhe kishin atë neo-shqiptarizëm, por që kishte një vokacion dhe një frymëzim edhe nga. Nuk shikonin shumë prapa. Absolutisht. Shikonin përpara më shumë. Dhe
Dhe kur këtë proces e filloi Republika e Turqisë që ta hiqte qafe të shkuarën, sepse do të deshte të dukej europiane në sytë e europianëve që i impononin modelin europian jetesës. Po kështu Greqia që kishte alergji, të themi në ato, Serbia dhe vendet e tjera, sepse ngrinin shtetet e tyre nga zero, të themi. Kur vinte puna ke Shqipëria, shqiptarët e kishin studiuar, kishin lidhje, por u krijua kjo ndarja dhe kur erdhëm në vitet 90-ore, lidhje historike kemi, po nuk i jepte njeri rëndësi. Jo, lidhjen logjike, nga vjen kjo lidhje. Okej, dhe ju shkuat për studime në në fas universitare në Universitetin e Ankaras dhe në Universitetin, unë kam shkuar në vitin 93 kam filluar. Do të thënë ju punuat këtu në fillim? 2 vjet në Institutin e Historisë. Punuat në Institutin e Historisë dhe nga aty direkt shkuat në Ankara. Në Ankara. Dhe sa vjet studuat atje? 10 vjet. 10 vjet, po çka ke bërë 10 vjet atje si mjek? Studimet plota të gjuhës osmane, studimet master, studimet doktoratur dhe gjeta mundësinë që atje të merrem dhe me gjuhën frënge. Tani sa gjuhë thua? Disa gjuhë. Tani është e domosdoshme. Shqip, rusisht, bullgarisht, serbokroatisht, i përdor të gjitha gjuhët. Turqisht, osmanisht. Po. 6 tjetër. Frëngjisht, anglisht edhe italisht përdor. 9. Shiko, atje pash një gjë. Tani prit dalë se nuk mund të kaloj kështu se në di dhe në i tjetër ta bëjmë 10. 9 gjuhë, ti flet 9 gjuhë? Jo, nuk flas. Ti përdor. I përdor. Sa e bukur ke i përdor. Kam parasysh se çfarë duke thënë. I përdor dhe prandaj sepse kur shkova atje pash që duhen përdorur gjuhët e të gjitha kancelarive që kanë ndikuar në historinë e perandorisë osmane dhe në historinë e Ballkanit dhe në historinë e Shqipërisë. E kuptova, tani nuk ke pasur frikë se unë po të kisha mik, shok etj do thosha ti je bërë turk. Shiko, për mua si Turqia, si Shqipëria, si Europa është objekt studimi. Jo, lere objekt studimi, tani ndihesh një çik turk? Shiko, atje kam pasur një përkraje shumë të madhe. Do të 93-2003. 2003. Atje jetova atje në Ankara? Po. 10 vjet. Po. Ua. Një nga kryeqytetet më të rinj të botës. Pikërisht. Edhe Ankaraja nuk ishte kryeqytet kur u shpall kryeqytet. Dhe u ndërtua gradualisht në 1900 23-shin. Pastaj edhe më vonë gradualisht. Qyteti i bukur dhe i madh, gjigant, po i bukur. I bukur është i ri. I ri, e dallohet që është i ri. I ri. Dhe një parantezë, unë do them që shtetarët tanë për shembull u treguan edhe më të hershëm se sa shtetarët turq kur përcaktuan Tiranë kryeqytet 30 kilometra larg Bregdetit. Ata u shkëputën në brendësitë të Anatolit. Kjo është arsye? Do të thënë, për ne ishte nga Durrësi më mirë në Tiranë. Ata u shkëputën nga Stambolli, sepse kishin frikën gjithmonë pushtimeve. Anglezët e tentuan gjatë betejës Çanakkale-s. Kështu që janë këto, sepse e logjika e gjërave ka evoluar. Okej, dhe ju kthyet këtu pasaj dhe vazhduat karrierën tuaj dhe familjen e krijuat atje? Atje. Atje krijuat familjen. Shumë interesante. Mos më thoj, kush është familja? Okej, tani kemi disa kopertina të para, ju lutem regjia që ne do flasim për ato që ju keni bërë. Ligji Osman do shqiptarët e mesjetës së vonë, përgatitur për botim Dritan Egro. Çfarë është kjo? Kjo është një botim dokumentar i në 2012-ën? Po, i kodeve osmane që kanë vepruar në qendër dhe në periferi. Pra, si e kanë vendosur sundimin në trojet shqiptare dhe për çdo sanxhak që përkon me viset e banuara nga cila periudhë deri në cilën periudhë? Këto janë nga mesi shekullit 15 deri në fillim të shekullit 17. 1400, 1600 ca. Çfarë rezultoi shkurtimisht? Ka ndonjë gjë të veçantë? Këto janë thesar për sa i përket akteve normative. Gjithë në osmanisht. Nga osmanishtja. Nga osmanishtja, nuk ka, po. Këto kanë një gjë, sepse ecej dhe vendi sundohej, administrohej mbi bazën e këtij ligji. Dhe këto janë thesare për faktin se na japin të dhëna çfarë ka pasur në rrafsh ekonomik social përpara sundimit osman.
Sepse edhe në periudhën venedikase dhe bëhet edhe tranzicioni në periudhën osmane. Dhe ka të dhëna, midis tyre unë vlerësoj disa shprehje që kam gjetur këtu. Po? Kur flitet për gjëra që nuk i dihet origjina, shumë të hershme, thonë. Pra, ka një taks apo një gjë që i thuhet janë prej shumë kohësh që nuk i dihet për shekuj. Dhe nuk ka ndryshuar. Dhe i jepet thellësi shumë e madhe historike. I bie nga Roma? Nga Perandoria Romake, se ajo. Që nga Roma, mbas Romës, Bizantit. Bizanti po. Pra, reflektojnë shtresëzime të ndryshme. Tani, mua më duket kohë shumë e gjatë që ke marrë gjitha ligjet osmane për gati 300 vjet? Për 300 vjet, sepse ka evoluar nga vendosja e sundimit deri kur u bë ligji i fundit në 1613. Tani, fjala ligji atje është Fermani, kjo është? Jo. Çfarë është Fermani dhe çfarë është ligji? Kanuni. Kanuni është fjala. Kanuni është ligji. Po jo, fjala kanun. Fermani është urdhër. Është urdhër Fermani, s'ka. Fermani thoshte sultanit, ti do e bësh këtë punë. Po se bëre? Presidenti i Republikës, domethënë. Presidenti i Republikës. Po ndërsa kanun është fjalë shqip apo osmanisht? Jo, është nga kanone. Kanone, do të është osmanisht. Po. Okej, foto tjetër. Se do t'i shpjegojmë më konkretisht historia shqiptarëve gjatë shekullit të 20. Kjo është një vepër kolektive që është bërë në Jeni bashkëautor. Jam bashkëautor duke shkruar një kapitull të rëndësishëm që unë jap shumë rëndësi atij studimi. Cili është ky kapitull? Është rrënjët e çështjes shqiptare. Po. Është një për herë të parë është marrë që në thelb çështja se kur ka filluar çështja shqiptare dhe si është trajtuar nga shqiptarët mbi bazën e ndryshimeve gjeopolitike që kishin filluar në rajon që në fillim të shekullit të 19. Pra, si reaguan shqiptarët ndaj ndryshimeve që po ndodhin në Greqi, në Serbi dhe në Ballkan. Dhe kemi një reagim shumë interesant të rajonit të Hoskërisë që fillon dhe interesohet për separatizëm nga Perandoria Osmane. Në cilin vit? Bëhet fjalë që në 1828. Do të thonë 1828 në Toskëri. Në Toskëri, në Berat. Në Berat, ë? Ka filluar. Do të thonë kjo është përpara përpjekjeve të lidhjes Prizrenit. Përpara lidhjes Prizrenit. Më vonë kemi tentativa të tjera. Kemi kuvendin e Mesaplikut të 1847-s, por dhe kryengritjen e Dervish Carës jashtë Qotër në Shkup. Pra, lidhja e Prizrenit është shpërthimi më i madh. Edhe projekti më i bukur dhe më i madh. Më i madh. Kjo. Që dështoj në një formë që për shumë arsye, Atëherë ta bëj pyetje të drejtpërdrejtë. Pse ne projektin më të madh kombëtar, lidhjen e Prizrenit, dështuam? Nuk mund të them se dështuam. Po dështoi se nuk u krijua shteti. Shteti nuk e dështuam, po, në aspektin Kongresi i Berlinit e modeloi Ballkanin sipas interesave të fuqive të mëdha. Dhe aty ka një thënie shumë të fortë të Bismarckut. Kur ministri i jashtëm i Perandorisë Osmane po i qante hallet se në ç'gjendje gjendej Perandoria Osmane në rajon, i tha ti rriurt, i tha atje, se ne nuk kemi ardhur këtu për të qarë hallet e Perandorisë, por për të frenuar Rusinë. Kështu i tha. Dhe ekziston ajo shprehja që Shqipëria është një nacion. Ajo po. E ka thënë Bismarcku, ose ka lëzuar në asnjë vend atë. Është, por problemi është këtu, që aty nuk diskutohej më se Shqipëria kishte ndryshuar shumë gjatë periudhës së sundimit osman. Dhe duke qenë se aty po diskutoheshin balancat e slavëve dhe gjermanëve në rajon. Dhe këtu tashti shtroi shqiptarët në shumicë muslimane si do pozicionoheshin. Dhe në këtë kuadër e kam thënë dhe vazhdoj që ta them, miku dhe armiku më i madh i Shqipërisë ishte Perandoria Osmane. Miku dhe armiku? Po, tentonin të shkëputeshin. Po mik, sepse nuk kishe fuqi të madhe nga pas shpinës që të mbante. Asnjë fuqi e madhe në atë kohë nuk interesoi për fatin e shtetit shqiptar. Edhe kush interesoi? Askush. Perandoria e mbështeti lidhjen e Prizrenit. Ose i preu kokat. Pastaj kur doli jashtë kontrollit, sepse Perandoria kishte interesa jetike gjeopolitike që fillonin nga Adriatiku. Do të dhe i duhe shteti shqiptar, po i duhe dhe ta kontrollon. Bravo. Kjo është.
Kjo më del shumë llogaria këtu zoti Egro, po. Kjo prandaj ne mbetëm në thojzat të fundit. Prandaj Sepse ata ishin të vendosur dhe në semafor. Pas teja dhe këtë. Me çdo kosto. Ngelëm në semafor për faktin se shtetet fqinje ishin ngritur goxha mirë në momentin që ne u shkëputëm nga. Dhe ishim të fundit de facto. Po pse ishim të fundit? Të fundit mbetëm sepse perandoria nuk na lëshoi deri në fund për arsye gjeopolitike. Tani, do kthemi sërish aty, por kam një pyetje thelbësore. Ka një diskutim që mua duket absurd. Ishte pushtimi Osman. Do të ato 500 vjet. Nën pushtimin Osman, gati 500 vjet. Ishte pushtim se disa ka teori që i kanë lexuar atëherë që thonë jo, nuk ishte, po. Vetë Osmanët po për zgjerimin territorial që bën, po e them kështu me term të paanshëm, për zgjerimin territorial që bën deri në Adriatik, kanë përdorur disa terma. Nga plaçkitje, nga inkursione, nga invazion dhe deri te ngavnjimi. Ngavnjim? Ngavnjim. I Islamit mbi botën e krishterë. Janë të gjitha. Pra, për mua është vendosje sundimi perandorak. Nuk është pushtim? Pushtimin e ka brenda. Është më lart thoni? Siç ishte pushtimi bizantin, pushtimi romak, pushtimi i Aleksandrit, a ishin pushtime i Napoleonit, i Hitlerit. Pra, këto ishin, por kur vazhdon për shekuj, ajo është sundim perandorak siç ishte dhe për serbët, dhe për grekët. Pse se thua plotësisht po ishte pushtim? Jo, shiko, e ka brenda fazën ushtarake. Po Janina është dorëzuar me marrëveshje. Berati është dorëzuar me marrëveshje. Po çfarë bënin ata që do vriteshin? Por de facto a ka pasur marrëveshje. Po pushtim është. Nëse nga ana semantike e mendojnë që është kështu mund të jetë. Për mua është sundim, vendosje, erdhi një perandori e re. Pra, erdhi një strukturë e cila po zgjerohi në kufi të pamadh dhe Shqipëria nuk ishte stacioni fundit i saj. Se shkuan deri në Hungari dhe deri në Vjenë. Deri në Vjenë, po. Tani, pyetja tjetër po thelbësore. Po. Kjo perandori e dyta më e madhe mbas perandorisë Romës. Është kjo, jo e treta, se është Bizanti. Është Roma Islamit. Kjo është Roma Islamit, ha? Roma e botës islame. Roma e botës islame. Që ne sigurisht ishim një provincë dhe ishim atje në cep. Pse na ka lënë vetëm 35 ura? Ore, ku janë godinat? Ku rrinin këta ofiqarët edhe administrata? Ku rrinin? Unë s'kam parë asgjë. Ju keni parë gjë? Administrata këtyre rrinte në qytetet që mbanin emrat e sanxhaqeve. Për shembull? Sanxhaku i Shkodrës. Po. Sanxhaku i Vlorës me qendrën në Berat. Ku i kishin? Në Berat. Ku në Berat? Më thoi godin që kjo është e perandorisë osmane. Godin administrata. Shtëpitë. Ku? Shtëpit janë shtëpi. Konaku. Ku janë konaqet? Konaku ishte në Durrës. Konaku i Sanxhakut. Ja, dhe atë një që... Ajo është e re, ajo është e re. Po Konaki, thosh. Unë po flas për qendrat e sanxhaqeve. Qendrat e sanxhaqeve... Zoti Egro, më falë që po ta bëj si ngasmim këtë. Jo, lutem. Më thuaj një godin në 1912, kur u shpall pavarësia, që kjo godin ishte administrata e Turqisë, e perandorisë osmane. Atëherë, arkivat qytetare të Beratit, që kemi dokumentacionin për qytetin, kanë qenë të depozituara në myftinin e qytetit. Sepse aty funksiononte kadiu, i cili ishte edhe kryetar bashkie, edhe gjykatës. Në myftini, më mirë, po themi hierarkinë më të lartë. Pikërisht pra, kurse qendrat, këta shtëpit ku rinin Sanxhak Bejlerët, kanë qenë edhe vendet ku priteshin. Po jo, por kishe një administratë aty, ose gjykatat, ose gjitha këto... Ke myftinia. S'ka, aty të myftinia gjitha. Po, myftinia i kishin. Po prap godina ku është? Ati ku... Në 28 nëntor, vetëm ajo ishte doganës ku vendosi qeverini Ismail Qemali. Dëgjoj tash. Se vetë flamurin e ngritit e shtëpia vetë. Imagjino, s'kishe godin Shqipëria. Tradicionalisht, familjet e mëdha i kanë drejtuar edhe njësitë administrative osmane. Sepse ata i deleguan autoritet këtyre familjeve nga që kishin autoritet të trashëguar në shekuj. Dhe familja Vlora këtu ka një nga
elementet më të fuqishëm dhe më të rëndësishëm të saj. Prandaj kishte një pranim jo vetëm pan-shqiptar, po shumë më gjerë të autoritetit të saj. Dhe qyteti i Beratit kanë qenë sunduar dhe administruar i gjithë Sanxhaku nga familja Vlora. Familja Vlora. Familja Vrioni është e vonë. Po, është më vonë. Dhe familja themeluan edhe familja Vlora. Dhe përballë qytetit Vlorës të Beratit është një fshat, Velabishti. Po, Velabishti. Atje kanë pasur edhe vilat verore që qëndronte Vlorajt. Bili Ismail Qemali ishte dhe deputeti i Skraparit. Edhe i Vlorës. Edhe i Beratit, po. Prandaj po them, shiko, kur flasim për këto flasim për shekuj përpara dhe këto ishin administrata lokale periferike në përputhje me peshën specifike që ato kishin. Por në rastin e Vlorës dhe Beratit ka pasur një specifik shumë interesante, nga që Vlora ishte qyteti i hapur dhe mund goditej nga flota venedikase. Sultani dha urdhër, merrni arkivin dhe shpërnguluni në Berat, se është një vendja, prandaj lidhjet Vlorë. Se çfarë fare s'ka para ata, po. Se i kishin akoma më sigurt. E lan në Berat dhe prandaj Berati mori atë hov zhvillimi urban dhe prandaj ajo ka qenë një nga qendrat më të rëndësishme të botës shqiptare të asaj kohe. Për këtë arsye. Kjo është arsye, ëh? Kjo është arsye se është me periudha të shkurtra është administruar në mënyrë ekskluzive nga familja Vlora. Dhe Vlorajt janë shumë të thellë në Berat. Dhe çka qenë më interesantja ka të bëjë me faktin që Vlorajt kanë qenë edhe në qendër, kryeministra dhe administrator në Shqipëri, në zonën. Dek të asaj kanë qenë edhe atje. Po mirë, ai qyteti ndërtuar me ato shtëpi një me një dritare që Indro Montaneli në 40-ën kur erdhi këtu e quajti edhe Walt Disney, tha nuk do të ishte, tha nuk do ta kishte bërë kaq bukur. Gati tha po nduket sikur e ka bërë Walt Disney, tha këtë. Është mrekulli. Është një vepër. Si, di diçka. Ky duhet parë, ka një qytet homolog në Anadol, një të vetëm. Si Berati? Si Berati. Kush është? Safran Bollu. Ke qenë besoj atje. Qyteti i Shafranit. Shafrani ajo Bima. Ajo Bima. Po është si Berati? Si Berati. Tani kush është më i vjetë, Berati apo? Berati shumë i hershëm. Më i hershëm. Kjo arkitekturë që ka marrë është rezultat i një procesi gradual, por që me intensitet shumë të lartë gjatë periudhës. E kuptova. Ecim se kemi shumë gjëra. Foto tjetër, histori dhe ideologji, një qasje kritike studimeve osmane në historiografin moderne shqiptare. Po ky libër për çfarë? Ja, ky është libri. Ky është me këtë kam filluar punën kur krye studime doktorale në Ankara. Në vitin 99 atje u festua ose më thaj u bë një kongres me rastin e 600 vjetorit të themelimit të perandorisë osmane dhe drejtuesit e kongresit kishin planifikuar një seancë të posaçme ku të relatohej se si është studiuar perandoria osmane në të gjithë vendet ku ka sunduar shteti osman. Shumë interesant. Dhe nga çdo vend kishte një përfaqësues dhe aty më besua mua që të flisja se si është trajtuar dhe studiuar deri në vitin 99 perandoria osmane në Shqipëri. Tani perandoria osmane sa e kishte gjatësinë? Sa vjet? 600 vjet. 600 vjet. 550. Roma 1000. Roma nga shekulli 1000 gati. 1000 vjet. Po Bizanti? Bizanti 11 shekuj. 11 shekuj. Do të bie më shumë. Më shumë. Më shumë. Do të janë perandori që të gjata pa njohjen e të cilave koha këtë po më tregon që edhe historia e perandorisë osmane je i pamjaftueshëm, po të merresh vetëm me dokumentacionin osman, vetëm mos futesh më thellë brenda, sepse gjen shumë praktika shtetërore, sociale, të gjitha rrënjët e të cilave janë shumë më thellë se sa. Tani më e forta më e madhe ishte Romake, e dyta Bizanti, e treta Osmane, sepse u vendosën mbi njëra tjetrën. E kuptova. Edhe deshën, por duhet thënë kjo, perandoria osmane ishte një aksident. Ishte një zgjerim i botës islame në kufi të pamendueshëm edhe për ta. Sepse në momentin që ata u zgjeruan, gjetën një vakum dhe kushte perfekte për të realizuar. Ra Bizanti, Ballkani ishte në kaos, ra dhe Stefan Dushani. Prandaj quhen aksidentale? Në një farë mënyre
Historikisht është aksidente. Dhe territori kush ishte? Ata deri në Anadol kishin thesynimin e Konstantinopojës kishin të merrnin. Po. Por ata pa një gjë që ishte geniale. Nuk mund ta mbanin dot Konstantinopojën pa mbajtur Ballkanin dhe Anadolin. Dhe ku arriti shtrirja e saj? Lart deri në Hungari. Prit. Në momentin që morën Konstantinopojën, ata kuptuan dhe një gjë tjetër. Nuk mund ta mbanin dot Konstantinopojën pa kontrolluar detin e Zi dhe detin e Gje. Po detin e Adriatik? Adriatiku ishte më në periferi për momentin. Anadol, Ballkan, deti Zi, deti e Gje, dhe prandaj ai Sultan Mehmeti II të thoshte jam mbreti i 2 kontinenteve dhe i 2 deteve. Mbi këtë bazë, këto janë territoret core lands të perandorisë osmane. Dhe arriti pasaj që vetë Napoleoni thoshe nëse bota do jetë një shtet, kryeqytet do jetë Stambolli? Konstantinopoja, Stambolli. Konstantinopoja. Deri në cilin vit u quajt Konstantinopoj dhe kur pasaj u quajt Stamboll? Jo, turqit në gjuhën e përditshme përdorin termin Stamboll, i cili nuk është turqisht. Është Istimpolis, drejt qytetit, kur u rrethua të gjithë juturën Konstantinopojës, sepse ishte i pasur dhe për të marrë diçka nga qyteti. Kurse Konstantinopoj e përdorën edhe osmanët në dokumentacionin zyrtar. Po pra, se kjo më ka bërë përshtypje. Sepse kishin konceptin e vazhdimësisë së perandorive. Po kur filloi me emrin Istanbul? Ata Istanbul edhe kanë përdorur dhe Islambol. Islam vend me shumë musliman pastaj. Ka disa versione. Istanbul, ë? Po. Boll, që them ne boll i konsiderueshëm. Por elita drejtuese ishte shumë e vetëdijshme që u mbivendos mbi shtresëzimin bizantin. Dhe mori shumë nga tradita shtetërore perandorake bizantine. Okej, domethënë shtrirja ishte në Hungari lart? Nga Hungaria në Yemen, nga Gjeorgjia deri afër Marokut. Deri afër Marokut. Prandaj edhe sot. Vjenën nuk e morën. Vjenën 2 herë e rrethuan, por nuk e morën. Po nuk e morën. Po, foto tjetër. 2 herë kaluan. Tani, ky është libri që unë pëlqej më shumë, ti sigurisht që librat janë si fëmijë. Po këtu tani do të ndalemi pak. 3 jetët e një qyteti, unë them që ti ke përmbysur historinë e Tiranës. Tani ti marrim me radhë. Tirana ka një histori zyrtare që është themeluar në 1614, aty ku sot është Partizani Panjor, Suleman Pash Bargjini nguli një shpatë dhe tha ky do jetë qytet me bazë në një fermani, një urdhri. Dhe pastaj pak legjenda ka aty, Salman Pasha i prishte natën, ky ndërtonte një furbuke, një xhami dhe një diçka të tillë, një banjo, diçka të tillë. Ai prishte natën dhe pastaj doli një ferman dhe i preu kokën Salman Pashës. Unë në librin 100 vrasjet më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar kam shkruar, ka një gjë interesante. Tirana është ngritur mbi një vrasje. Ju e përmbysni këtë histori. Jo, mua më rezulton që është shumë e thellë. Shumë e thellë për faktin edhe unë desha që ta pranoja një gjë të tillë. Por një gjë ishte fakt që pse në këtë datë u themelua dhe jo më përpara një qytet. A lidhe pikërisht me një ngjarje të tillë apo është proces më i vonë? Se si ishte më i vonë, po ishte më i hershëm. Tani problemi ishte që Tirana ka disa gjurmë. Rreth rrotull është e rrethuar me kështjella. Por mbi të gjitha ka një specifik që nuk është marrë aq parasysh. Themeluesit e kryeqytetit e Tiranës ishin shumë të vetëdijshëm që një nga komponentët kryesor pse vendosin që ta bënin kryeqytet Tiranën ishte fakti që është kryqëzim rrugësh. Ajo simbol atje është që është pika ku takohen pothuajse të gjitha rrugët kryesore. E ke fjalën për vitin 1925? 1920-ën. Jo, 20-ën ajo ishte aksidentalisht fare? Jo, absolutisht jo. Ata burra nuk gabonin, nuk bënin zgjedhje. Jo. Nuk ka një vendim të Kongresit të Lushnjës. Dhe ti mendon që Ahmet Zogu dhe Aqif Pash Elbasani e tjerë hoqën dorë nga qytetet e tyre për ta bërë këtë rastësisht jo. Jo, po në Durrës ata kishin dalë me mitralos. Po janë kujtimet ato janë të shkruara. Dakord jam. Ai e shënjua tha Tirana kryeqytet.
Si e përktheni ju këtë? U shënjua. Të thash disa vite para se ta bënin edhe shtetarët turq Ankara. Jo, ajo ishte argument shumë i fortë dhe mua më pëlqeu, më bindi shumë ajo, por rastësisht Ahmet Zogu ishte për Durrës, shkojnë në Tiranë. Atëherë, them edhe një fakt tjetër që të bëjt mendohet. Alfabetin latin shqiptarët e pranuan 20 vjet para turqëve. Kjo është mrekulli pastaj, kjo nuk është. Në dy komponent ne jemi pararendës të Turqisë së re. Për sa i përket. Sa e bukur. Do të thonë me kryeqytetin? Me kryeqytetin dhe me alfabetin. Mirë, unë po them që 1125. Kur vim këtu, ajo është vendi ku ndërpriten të gjitha rrugët kryesore të. Okej, ke shumë drejt. Por rastësisht ndodhi kjo. Do vim edhe atje. Çfarë më çoi mua thellë? Fillova të shoh dokumentacionin Osman. Ore këtu, në këtë vend ku kryqëzohen rrugët. A ka pasur më parë në një vendbanim tjetër, përpara se të quhej Tiranë? Kur ja shtrove këtë pyetje vetë, në cilin vit? Në vitin 2017-2018. Ishin zbuluar ato muret romake. Tani ka i logjika aty, se muret romake dhe ti 1614 s'ka sense. S'ka sens. Kjo është. Dhe hap dokumentacionin e Osmanit regjistra, kur shoh pikërisht në këtë fushë ndodhi një kasaba me emrin Shëngjin. Si? Shëngjin. Shëngjin. Ku ishte Shëngjini? Pikërisht ke fusha e aviacionit. Quhet Shëngjin? Shëngjin. Afër mozaikut të Tiranës, mu te vila. Te vila. Dhe aty vendasi thoshin 4 burimet e Shëngjinit. Po pra se këtë do thotë aty kanë qenë burimet. Burimet. Ku kanë qenë fiks burimet? Te fusha e aviacionit, ku është fakulteti i ndërtimit sot? Te inxhinieria e ndërtimit. Inxhinieria e ndërtimit dhe skulpturës. Po. Katër burime e Shëngjinit. U zhduk në të pëse s'ka ujtë një. Prit, a ishte burimi jetës. Aty ka pasur, ka qenë vila, ka qenë mozaiku, ka qenë dhe kisha e vjetër katolike. Ka qenë dhe kishat. Dhe rreth e rrotull shtëpit, ka pasur dhe një peshore publike në kohën osmane dhe para osmane. A që ishtë qytet kjo? Ka pasur një treg. Po ishte pasur treg pasaj edhe poshtë komplet pasaj? Me status... Në cilin vit? Në 1580. 1580 kjo? Po. Shëngjini dhe më përpara, gjatë sulmeve për krye... Shëngjin, jo shën. Ajo është. Pa ajo është. Po pse kemi dy edhe Shëngjini ku është Shëngjini sot? Prit. Shëngjini atyshëm, se ka dhe Shëngjin prapa thajtit. Shëngjini masës dhe Shëngjini vogël. Shëngjin, 2 fshatra me emrin Shëngjin. Shëngjini masës dhe Shëngjini vogël. Dhe, pra bëhet fjalë për një vendbanim. Derisa kishte dhe varreza të vjetra. Po varrezat pasaj e çon. Unë kam folur me banor autokton Tiranës të zonës, sepse kam gjurmuar me hapa. Dhe kam folur dhe me ata dhe më thoshin, deri vonë fusha aviacionit nxirrte sipër Eshtra. Dhe italianët deri në vitin 1929 e kishin ndaluar gërmimet dhe ndërtimet në atë zonë. E quanin zonë historike. Po pastaj pse u bën ndërtimet? Aty u bë aerodromi, aty u bë aeroporti. Më poshtë. Është më poshtë, po, fusha. E kishin në hartat e Firences, ato ishin të mbyllura. Dhe pastaj thash, kjo vilë këtu si e ka funksionin? Nga qytet vare, Vilat e Mozaiku ke fjalë. Vilat e Mozaiku. Ajo ishte fillesa. Dhe qyteti nga vare i kjo vilë ishte Zgërdheshi, në këmbë të Krujës. Zgërdheshi është afër Krujës? Në këmbë të malit Krujës. Sipër është Kruja, ai është poshtë. Kur shkon për në Krujë para se të fillosh ngjitjen në krahun e djathtë, Albanopolisi. Po, Albanopolis. Nga ajo që ne quhemi Albania. Pikërisht. Dhe unë mora të gjithë literaturën dhe gërmimet që janë bërë nga arkeologë shqiptarë dhe të huaj, dhe u përpoqa të lexoj çka poshtë tokës për këtë rajon. Po? Ato që nuk dukesh. Dhe çfarë rezultoi? Dhe rezulton që kemi një fazë të parë qytetare urbane që lidhet me qytetin i lirë të Zgërdheshit. 1000 nga shekulli 4-5 para erës sonë. Do të thonë 400 e Saberati afërsisht. Nuk i ka para erës sonë, para erës sonë. 2500 vjet. Do të thonë i bie, 2500 vjet ose 500 vjet para lindjes së Krishtit. Edhe
Emri Zgërdesh vjen nga skuro. Në latinisht do thotë sëpat. E sëpat, po, skur. Por aty kishte dy gjëra. Po do të thënë edhe një herë për ata që na ndjekin, themi, do të thënë qytetërimi i parë është në Zgërdesh, në Zgërdesh të Kryes. Të Kryes, sot. Po pse i quhen Tiranë atë? Prit, është jeta e tretë ajo e Tiranës, prandaj quhet 3 jetët e një qyteti. Jeta e parë është Zgërdeshi. Do të thënë në Kryj. Albanopolis. Po bio pse i quhen Tiranë? Prit, s'kemi ardhur aty. Kur vjen puna, vin dyndjet, ky është një qytet i vogël, i rëndësishëm, me shtrirje që kontaktet i ka pasur deri në Shkup. Se në një mbishkrim që është gjetur në afërsi të Shkupit, citohet emri i Albanopolisit dhe një vajzë që është martuar atje, që ka qenë nga Zgërdeshi, një princes, etj. Dhe kur vin dyndjet, për të gjetur strehim, u ngjitën në përkalat që i ka rreth e rrothull midis tyre edhe fetrela. Por vendbanimi më i rregullt, edhe thot Marin Barleti. Marin Barleti ka një thënie lapidare. Qyteti më i rëndësishëm i ndërtuar nga shqiptarët për kohë lufte dhe paqeje. Kush është? Kryja. Dhe ata është parë cili vend ishte i përshtatshëm për të garantuar vazhdimsinë e jetës, dhe në Kryj ka një gojdhën, një fjali që unë e kam qëmtuar nga kontaktet atjeshme, u ngritën gurët e Zgërdeshit dhe zunë vend në Kryj. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Është në libër. Po mirë, prap tani lidhja me Tiranën, se është shumë larg. Jo, nuk është larg. Sepse këto fushën kishin. Këto fushën e kishin që ju ushqente. Fushë e Tiranës i ushqente dhe vila ishte zgjatim i. Tani, gjatë rezistencës së Skënderbeut, kasabaja e Shëngjinit në regjistrimet osmane rezulton me emrin fshati Varrez. Për shkak të varrezave që thot. Varrezave dhe ka qenë vend fushimi dhe luftimesh. Prandaj u shndruan në Varrez. Dhe gjatë shekullit të 16 e rimori vetëm po me emrin Shëngjin. Po si u zhdu ky emër? Prit, Tiranë kishte 2 fshatra të tjera në fush. Një Rëzdajti, Tirana e vogël, me dalje në rrugën e Dibrës, me rrugën e Armit. Tiranë e vogël quhet. Tiranë e vogël. Dhe një diku aty te medresja, çka ka qenë ai fshati aty? Ajo është mbrapa medreses, fakulteti. Kjo është Tirana e vogël? Tirana e vogël te gropa Alliasit. Se ç'kishte edhe një emër tjetër. Jo, Tirana e vogël. Që është zhdukur ajo. Tirana e madhe. Bargjin? Jo, Tirana e madhe është në krahun tjetër. Edhe i ndante Lana në mes. Po mirë, më fal, përpara se të vim këtu, tani te libri i Kristofrashit për Tiranën, ka shkruar që janë gjetur dhe mbetjet të ushtrisë romake të Cezarit. Shiko, që të gjenden nga periudha romake nuk është çudi, nuk jam i sigurt se është periudha, sepse ka shkruar profesor. Dakord jam. Kristofrash. Dakord. Puna e Jules Cezarit ardhe dhe ajo thuhem prapë me. Që do të thotë që ai stacionuar aty, kjo është ideja. Pikërisht. Unë personalisht nuk jam i sigurt 100%. E ke lexuar besoj? Po, patjetër. Problemi është që kjo fushë ka qenë shumë e rëndësishme. Këtë duhet të them dhe me burime të pashteshme ujë. Po mi kush ai uji tani që thotë 4 burime te fakulteti i janë tharë ato, por toponimia burimet nuk tha. Nga gërmimet dhe nga ndërtimet. Nga ndërtimet pa lejë. Dhe ndërtimet me lejë. Dhe me lejë. Po të ishim të vetëdijshëm ne si qytetar dhe për këtë thellësi historike që ka kjo pjesë e Shqipërisë, e gjithë zona atje nuk duhet lejuar që të ndërtohet. Sepse shikoni si ka mbetur pjesa e mozaikut e rrethuar nga pallate atje. Unë jam i sigurt se edhe pallate nga vitet 70, ajo zonë duhej rrethuar dhe duhej konservuar. Madje më kujtohet edhe vitet 80 janë bërë pallate aty. Pikërisht. Kujtohet besoj. Pikërisht janë me tulla silikate. Me silikate dhe kështu. Ajo pjesë. Me punë vullnetare që vullnetare. Se ato janë disa vite 70, por edhe vitet 80, më mbaj mend shumë mirë. Dhe kjo madje edhe kur është hapur Unaza, më kanë thënë disa pranor janë gjetur mbetje historike. Ajo rruga përpara fakultetit të inxhieristimit. Pra, është shumë e thellë kjo punë dhe Kryja pastaj mori ata autoritet që mori si qytet
me Skurajt dhe më pas me Skënderbeun që arriti Tani, do të thënë, ne duhet ta heqim tani vitin 1614? Jo, ajo është Tirana e tretë. Tirana e tretë, Tirana moderne të themi. Do të thënë, Tirana e parë ishte ajo e Romës, e dyta e Mesjetës, e shqiptarëve, e Mesjetës, Kruja. Zgërdheshi. Jo, Zgërdheshi e para, Albanopolis është, po. E dyta është Kruja. Pastaj vim ke Tirana, që Do është të e treta. thënë, ai që shkruan sot historinë e Tiranës 1614 ja fut kot. Jo, ja fut kot. E ka nisur vonë. E ka nisur vonë, por është etapa e tretë e historisë. historisë. Ne gazetarët ka shkuar vonë në vendngjarje. Ka shkuar vonë. Është ndërtimi i xhamisë së vjetër. Po. Dhe i atyre objekteve që ti i përmende fakt më parë janë nuklei urban i periudhës së I kam disa foto. Foto tjetër që ti kalojmë dhe ti komentojmë, duhet të jetë, kjo është një foto që mua më pëlqen shumë e Tiranës. Një anglez po ndërtoi bulevardi, ky është bulevardi, duhet të sheshi qendror, tha, çfarë është kjo që po ndërtoi, tha bulevard. E po tha, kisha parë, tha, qytet pa bulevard, tha, po bulevard pa qytet, tha, nuk kisha parë, tha. Se ja, bulevard edhe qytet s'ka, ky është fshat. Dgjoj, dakord jam, por edhe Tirana më e hershme ishte pjesa që ngjitej but drejt Dajtit. Kjo pjesa tjetër ka qenë fusha me cilën mbahej. Do të thënë, Tirana ishte pjesë që mbështetej në mal. Sepse tradita shqiptare, gjithmonë qendrat urbane e fshatrat, i ka në faqe të kodrave, në faqe të maleve. Jeni duke thënë që kjo gjithçka është e re? Pjesa këtej, nga bulevardi dhe këtej, ka qenë e re. Po fantastike kjo pamje. Është një plaj, shiko, Tirana është një plaj që zbret but. Zbret but, Dhe zbret but, dhe fusha e aviacionit është jo vetëm vendi ku takohen të gjitha rrugët që shkojnë, sepse, shiko, është rruga që shkonte në Lezhë Shkodër. Është rruga e Dibrës. Po, që këthes. Mbrapa Dajtit, po të vazhdosh, del në Librazhd. Nga Shmili, Qermenik, del në Librazhd. Është rruga Elbasanit. Po të vazhdosh nga Peza, në Peqin, del në Lushnjë Firë. Një kryqëzim i mirëfill të gjithë të rrugët. Dhe të gjitha rrugët në të qenë Tiranë. Të gjitha rrugët në të qenë Romë është ajo. Kurse përsa i përket trojeve shqiptare. Të gjitha rrugët e trojeve shqiptare të qenë sa e bukur, të qenë Tiranë. Dhe duke bashkëbiseduar me Tiranës të hershëm dhe me banor të apasionuar pas historisë qytetit të tyre, më ka thënë një gjë tjetër shumë interesante. Ne Tiranasit për të shkuar në Stamboll për qarë hallet në Perandori, nuk i binim via Ignatias, shkonin nga rruga e Arbrit. Po sigurisht. Dini në Shkup. Në Shkup? Pastaj nga Shkupi? Sofja. Nga Sofja pastaj në Stamboll. Jo nga Selaniku. Jo nga Selaniku. E kuptova. Pra, vetëm duke i prekur këto dhe duke bashkëbiseduar me njerëzit vendas mund ajo fusha atje si bie është ajo është Parkurinia? Jo, Parkurinia. Jo, Parkurinia i bie këtu. S'ekziston fare. Jo. Nuk ekziston fare Parkurinia. Po ç'është ajo fusha atje, po më çudi. Si bie? Ajo është ish stacioni i trenit edhe poshtë. Po pra, si ish stacioni i trenit, po këtej djatha është. Ajo është pjesa veriut, kjo është pjesa. Foto tjetër se kemi disa foto për të diskutuar. Kjo është një pikturë e Eduard Lir, 1848 mos gaboj, në atë periudhë. Ç'a fantasi, Lana. Tani mund të përshkruash ti këto. Po, Lana, unë kam bashkëbiseduar me njerëz të apasionuar dhe më kanë thënë në të folmen e banorëve të pas Dajtit, Lana do të thotë ligatin. Lana nuk ka pasur një shtrat të vetin. Më vonë kohën e komunizmit Po, që u bërë në shtat. Dhe ligatin do të thënë që as tokë me shumë ujë që nuk i dihet ku merrte rrjedhën, ku shkonte. Në varësi të rreshjeve. Në varësi të rreshjeve. Tani ajo është ure tabakëve? Po. Po që sa e bukur. Kjo pema këtu që mua do të thënë kjo pemishte mund ta quash fantastike. Sepse në atë kohë është menduar shumë edhe për hijeshinë e qytetit dhe për hijet. Po sa e bukur, sa e bukur. Dhe ka shërbyer edhe si vend prehje. Po që sa bukur dhe veshjet më shkoj se Eduard Liri din karakteristike. Po shumë pemë fisnik, jo njerëz kështu. Edhe këto pemë tani sikur ti kishim këto pemë, imagjino se foto tjetër. Një këtu është tek ura e rrugës Elbasanit ka mbetur një rrap, një trung i madh.
Që ajo është? Jo, mund t'jetë një nga se duhet parë. pemet Po shumë interesante. Po mirë, ç'është ajo si grop aty si kalon të Kjo i ngjan si një mullim, mund të ketë qenë. Mund të ketë qenë mulli edhe. Po, se. Po shu uji i pastër. Shiko, unë mund të themi që të bukur shumë. Një nga gjërat që më kanë rënë sy kur jam marrë me historinë me pjesën e Krujës, është që Kruja kishte shumë mullim. Po ç'a bënin E për ç'a bënin atje? Po ka shumë grure, misëre, Ullinj, vaj ullirit. e vajullir, aty kemi qenë. Toptanasit prandaj kanë qenë tregtar shumicë e vaj ullirit. Do të pyes për toptanës. Do të pyes për toptanës. Foto tjetër? Tani, Xhamia. këtu se është një foto e marrë nga Gazetë Bakiu, një miku im, po një studius shumë i mirë, shumë i sakt, dhe shumë i sakt, dhe me kontributet të jashtëzakonshme për Tiranën. Babai i tij ka qenë fotograf i njohur, por edhe ky një koleksionist, një studius shumë. Tani, këtu ndërtuat Tirana. Kjo është godina e parë. Godina e parë e 1614-s. Po. Këtë ndërtoi Suleman Pash Bargjini. Tani, ai burri atje në këmbë. Ai burri atje në këmbë. Nuk nxitohem që t'i vëm mbi emër. Le të themi Suleman Pasha. Çdo na tregojnë burimet osmane, këtë nuk e di ende, sepse nuk i kam parë në thellësi ende. Nga Bargjini ishte. Prit. Fjala është që ka disa legjenda shumë gojdhëna shumë interesante, të cilat duhen parë dhe jam duke i parë me shumë interes për të parë mbi fillesat dhe kush ishin këta njerëz. Dhe në fillesat e Tiranës, në gojdhënat e Tiranës, që në shumë raste na rezultojnë të sakta, përmendet edhe një djalosh nga rrethinat e Tiranës që ishte kryeministri i Perandorisë Osmane të asaj kohe. Të asaj kohe, në 1614. Dhe rezulton që kështu është që kryeministri në 1612 i pritet koka për fat keq, ishte Nasuh Pasha. Nasuh Pasha ishte një djalë nga Selita e Tiranës. Nga Selita e Tiranës? Nga Selita. Dhe një nga personalitetet historike që ka sfiduar autoritetin e sultanit. Pra pretendoi të bëhej sultani i Perandorisë Osmane. Nga Selita? Nga Selita. I cili ka shkuar i marrë atje në sistemin e devshirmes, u rrit, u edukua dhe arriti deri në postin e kryeministrit dhe ka shumë kontribute në historinë e Perandorisë Osmane. Madje ishte edhe dhëndër sultani. Por, në përpjekjet e tij për pushtet të pakufishëm, u ekzekutua. I prën kokën. Por, ai dhe Suleman Pasha ishin vendalin të këtij vendi. Okej, tani, kjo është një nga krimet më të mëdha që është bërë që është prishur kjo xhami? Them që është bërë një gabim i madh. Gabim? Kjo është krim. Krim ishte. Se tregosh kaq i butë. Se dakord kishte rënë minarja nga bombardimet. Pa ajo mund të restaurohet. Mund të restaurohet dhe ishte monumenti kryesor kulturor dhe urban i Tiranës. Rrënja Tiranës. Rrënja Tiranës. Dhe të shkatërrosh këtë, të vësh partizanin pa njohur atje. Kjo është. Dhe banjot publike që njiheshin kohën e Veroshës ishin hamamet. Që njerëzit si ishin hamamet ato? Hamam ka qenë. Nuk ka qenë pjesë, nuk u ndërtuan. Edhe furri bukës, edhe tregu kanë qenë një ansambël pastaj. Një ansambël. Dhe sepse ka qenë për higjienën e meshkujve dhe femrave që vinin faleshin këtu, futeshin në hamam njerëz që pastroheshin. U bë gabim që u mbyllën banjat? Edhe gabim ishte, mund të restauroheshin, megjithatë kishin qenë kohën e komunizmit u lanë kështu si pislik ishte. Kjo ishte, po ato ishin pjesë. Se Dirama i ka mbyllur ato. Ishin pjesë e një ansambli dhe nukli urban i Tiranës moderne, themi, ishin këto ndërtesa. Okej, foto tjetër. Tani kjo është Turbja e Kaplan Pashës. Shiko, Kaplan Pash Toptanit. Po. Tani, për gjithë ata që na ndjekin, Toptanët ne kemi perceptim janë Tiranës. Toptanët nuk janë Tiranës. Janë Krutan. Ata kanë ardhur më shpejt se ty se mua, kanë ardhur nga 200 vjet përpara. Tani, mund ta tregosh shkurtimisht se është historia e zakonshme. Se ne kalojmë aty, se vetëm kjo ka ngelur. Ne kalojmë aty dhe nuk e dim që çfarë historie ka. Tani, mbetet ende për të studiuar me dokumenta, por e rëndësishme është që Tirana i mbijetoi
në rrafsh urban, u zhvillua dhe sepse dhe mund të shuhej. Mund të shuhej? Mund të mbetej fshat i vogël. Por u bë qytet, megjithëse rreth e rrotull kishte Krujën, Durrësin dhe Elbasanin. E kam thënë këtë. Po e rrethuar. E rrethuar nga 3 qendra shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. Kruja me atë histori shumë të hershme, Durrësi dhe më të hershme, Durrësi është. por dhe Elbasani Kur Durrësi ishte qytet, Parisi nuk ishte stacion kuajsh. s'ishte fare. Stacion për të pushuar kuajt nuk ishte. As Londra s'ishte. As Londra, as Parisi. Shumë qytete tjera. Por i mbijetoi për shumë arsye, sepse ishte kryqëzim rrugësh dhe aktiviteti tregtar ka qenë shumë i rëndësishëm. Dhe në fund të shekullit të 17, fillimi i shekullit të 18 kanë filluar në dokumentacionin osman të shoh një shprehje që thuhet Kazaja e Krujës ose Tirana. Po ç'është kjo Kazaja e Krujës ose Tirana? Kazaja- E njëjta gjë. Ja, e njëjta gjë. Kazaja e Krujës Shiko ose tash, Tirana? Shumë e rëndësishme, gjatë shekullit të 16 në literaturën osmane thuaj Sanxhaku i Ohrit dhe Ohri shihte nga Bregdeti këtej dhe gjithë ky territor përfshirin te Sanxhakun e Ohrit. Por në dokumentacionin perëndimor përdori edhe Sanxhaku i Ohrit ose Sanxhaku i Krujës. Koma më këtej domethënë. Kruja. Ishte. Sepse Kruja ishte aq e fuqishme ekonomikisht dhe nga pikpamja historike sa për perëndimin Kruja ishte qendër Sanxhaku. Dhe që të arri Tirana mbas 80-90 vjetësh t'i rrëmbej emrin Krujës, E jashtëzakonshme është. tregon Kush e bën këtë? Topijaj, toptanët? prit. Dhe në këtë kohë, Po? kjo tregon që kemi fazën e zbritjes graduale të familjeve nga Kruja në Tiranë. Dhe kryesorët ishin toptanët? Dhe në fund të shekullit të 16, pa u themeluar Tirana, në Kruj gjejmë mbiemrat e disa familjeve që më vonë bëhen tiranase, para toptanase. 1580. 1580. Gjejmë familjen Konçi, Konçi janë nga Kruja, ha? familja Mara, Mara nga Kruja? nga Kruja. Janë të zbritur nga Tani Kruja në Tiranë. flasim për Kaplanpashën, për toptanët. Erdhën toptanët. Në cilin vit? Vonë kanë ardhur. Vonë kanë ardhur sepse, thash, aktiviteti i tyre kryesor kanë qenë tregtar me shumicë të vajit Të vajit ullirit. ullirit. Kruja është e rrethuar nga ullishta. Shumë të hershme, madje 500 vjeçare. Ka një ulli, se më pretendoj që ka një ulli që është 2000 vjeçar. Atë jo, një koleg më tha që Instituti Bujqësor ka bërë disa studime për sa i përket ullinjve të Krujës dhe dalin drurët shumë të hershëm. Sa? 500 vjeçar. Kaq deri këtu. Aq. Që në Afinë është në Greqi është një 3000 vjeçar, Këtë nuk është e di. rekord. Jo, që është rekord, dihet ajo. Këtë nuk e di, por Dhe vin toptanët këtu. Tani toptanët janë pasardhës të topijeve. ka një legjend, një gojdhën e cila duhet verifikuar. Jo, një studim që është bërë nga Ende nuk kam ardhur aty. Thomas Frasheri. Ai e ka. Ende nuk kam ardhur aty, sepse është dokumentacioni për fat, dokumentacioni osman është sistematik dhe i bollshëm. Sistematik dhe i bollshëm. Dhe në cilin vit erdhi Kaplanpasha? Duhet këtë ardhur 1800? Nga mesi shekullit të 18. Dokumentacioni osman nuk flet. Afër 1800. Më shumë, më vonë. Më vonë 1800 e ca? Po. Do këta toptanët nuk duhet mburren kështu që ne jemi Tiranës të hershëm. Ata janë Tiranës të ardhur. Familjet themeluese të qytetit, po, në dokumentacionin osman në 1614 dalin Reçët. Reç. Po. Farka. Ti themi këto se do kënaqen ata që. Do Reçi. Farka. Hasa. Të paktën këto të treja po më kujtohen për momentin. Kurse të tjerë, familjet Reçi, Farka, Hasa janë ata që kanë themeluar Tiranën. Janë familjet Tjeni krenar Rada. Dhe është shumë interesante. Dhe Rada. Që në vitin 1500 Reçi, Farka, Hasa, Rada, 4 familjet që kanë themeluar Tiranën. Janë ndër familjet e hershme të Tiranës. Familjet më të hershme themeluese të Tiranës. Dhe në 1614 në fshatrat, në 1580 në fshatrat me emrin Tiranë para themelimit, më del një person historik me emrin Veli Rada. Veli Rada? Veli Rada. Në cilin vit? 1580.
Veli Rada Ramet Past, gazetari, humoristi që ka ndruar jetë, radiokronisti i sportit, komentatori i sportit, do të thënë mbas 500 vjetësh që ishte ngjallur emri dhe mbiemri. Tani Kaplan Pasha se vdes për këtë histori. Saktësisht mbetet për ta eksploruar. Po mirë, erdhë do të thënë Kaplan Pasha për të zotruar Tiranën, 4 djem u martuan me 4 vajza. Ata ishin shumë të fuqishëm ekonomikisht dhe erdhën, por duhet të eliminonin dot. S'po e merrnin dot Tiranën. Sepse familja e Sulejman Pashës jo vetëm themeloi qytetin, por kishte edhe patronazhin ndaj qytetit. Dhe ishte familja që respektohej si familja drejtuese e qytetit. Po tani 4 djemë ti me 4 vajza të kujt? Po, të këtij. Të kësaj familje. Të pasardhësve të Sulejman Bargji? Jo të Tembeut. Jo, të Tembeut. Është më vonë e Tembeut. Është më vonë. Do të pasardhësve të Sulejman Pash. Do të 4 djemë të këtij u martuan me 4 motra. Ishte një nga rrugët për të ardhur për të hapur. Ky ishte një teknik për të pushtuar Tiranën. Do të për gjithë ata që nuk e dinë. Si është pushtuar Tirana nga Toptanasit? 4 Kaplan Pasha. Le të mos përdorim këto termat e egër të pushtimit. Po mirë, si e mori Tiranën Kaplan Pash Toptani? 4 djemë të tij martoi me 4 vajzat pasardhësve të Sulejman Bargjinit, i cili ishte themeluesi i Tiranës, dhe pastaj ndodhi dhe masakër. Jo, pritashi. Unë do të them një gjë tjetër. Do bëj një analogji për të kuptuar se si funksiononin këto gjëra. Patronazhin e qytetit të Beratit, deri në kohën e vrasjes së Ali Pash Tepelenës, e ka pasur familja Vlora. Po, e that. E tham. Por, si u zëvendësua familja Vlora nga familja Vrioni në Berat? Omer Vrioni, i pari tyre, i hapi rrugën ushtrisë osmane në Pind për të eliminuar Ali Pashën. Dhe ajo krijoi aleancë me perandorinë osmane. Paska qenë si ngushticë e Hormuzit. Dhe ata, për të ulur autoritetin, për sfiduar autoritetin provincial të pa diskutueshëm të Vlorajve në Berat, quan këtë familje në Berat. E kuptova. I dhanë ofiqe pushtet, e balancuan, dhe prandaj një nga arsyet pse Vlorajt u shkëputën më pas nga Berati, kaluan në Vlorë, ishte kjo sepse në Berat perandoria njohu autoritetin e Vrionase. Po, foto tjetër. Prandaj edhe zëvendësimi i elitave ka lidhje me 500 vjet histori nuk mund t'i bëjmë dot kaq shpejt. Tani, Skënderbeu ishte një figurë jo thjesht shqiptari më i madh heroi kombit, po një figurë internacionale që do t'i bënte nder çdo kombi, por ne jemi kryelart. I pranuar nga të gjithë si një figurë. Vetëm vepra numërohen 500, vepra artistike numërohen 500. Tani, e para, kam një pyetje kështu që, ore, kaq i madh ishte Skënderbeu, po logjika do që edhe ata që kishin rreth rrotullit nuk kishin të mëdhenj, se s'mund të jesh i madh ti me Zeqinen themin e rreth rrotull. Perandoria osmane këtij i tha Bukshkal. Kështu të thoshin ty në shkollë, Jo, mua jo. Si të thoshin ty në shkollë? Është tjetër gjë. Jo, po prit se ke bërë 10 vjet atje. Se mos ke turqizuar, se kemi çuar për të. Tani si të thoshin profesorët ty, ç'ishte Skënderbeu? Skënderbeu është njeriu që i njihte më mirë osmanët. Kështu thoshin profesorët. Kjo ishte thelbi i kësaj rezistenca e tij ishte e suksesshme sepse na njihte shumë mirë. Në historinë zyrtare të Turqisë, si shkruhet për Skënderbeu? Bukshkal. Është shkruar kjo? Shkruar. Në cilë histori kush është autor? Akademia e Shkencave? Jo. Kronikat osmane të shekullit 15. Bukshkal, Bukshkal. Ua. Sepse ki bërë një studim mbi këtë fjalën? Kishte ngrënë bukën e tyre, dhe ngriti krye kundër tyre. Ai që hante bukën e dinastisë osmane duhet të jepte edhe jetën për. Ky nuk e bëri një gjë të tillë. E morën peng atë. E morën peng, e rritën, e edukuan, e shkolluan, u bë strateg shumë i madh. Dhe kur erdhi puna, u largua prej tyre për të realizuar projektin që kishte vetë. Dhe nuk pranoi të ishte gurshau, po lojtar shah. Si ishte kaq i madh? Pse ishte kaq i madh Skënderbeu? Ai ishte individ i talentuar, i lindur i tillë. Po pse ishte edhe diplomat, ai ishte. Jo, po prit. Prandaj u vu dhe emri nga osmanët Iskender. Iskender. Aleksandri i Madh. Aleksandri i Madh dhe Bej. Imagjino çfarë emri ka. Aleksandri i Madh. Po pse i vund të pikërisht Aleksandrit të Madh? Duke parë vizionin që kishte ky njeri si shtetar, diplomat, ushtarak, njeri politikës, pra
për të ringjallur atë që ka bërë Aleksandri i Madh në lindje dhe në perëndim. Sepse shqiptarëve të konvertuar në islam dhe që ju bashkohuan osmanëve, ju vun dhe emra sipas karakteristikave që ata shpalosnin. Sipas edhe karakteristikave. Dhe rreth e rrotull ti kishte edhe të tjerë të mëdhenj? Pa diskutim, sepse çdo familje mesjetare shqiptare, fisnike, potencialisht ishte aftë të krijonte formacionin e vet, pse jo shtet edhe më shumë. Po si arriti Skënderbeu, kjo më ka bërë përshtypje që bëri një rebelim, erdhi këtu dhe 25 vjet e mbajti këtë vend? Po prit, lexo me kujdes për kujtesën e Gjon Muzakës. Ai thoshte, ka një gjë, ishte më i Zoti, më i fuqishmi, më i miri ndër ne. Bëri një 2 luftim Skënderbeu? Sa duhesh. Këtu. Ka qenë. Atje po. Ku me ka bëri këtu? Si këtu? Këtu në luftra këtu 25 vjet. Me Osmanët? Po. Patjetër me komandantët e Kekem Harimbaleti ishte shumë i fuqishëm edhe ushtarakisht. Madje, duke qenë se njihte shumë mirë taktikat osmane të luftës, ai paralajmëronte e Keni Kebarleti, po ta lexoni me kujdes. Jo, unë e kam studiuar edhe për shkak të formimit tim që ai madje nuk qëndronte fare në Kalan e Krujës, me ato 200 kalorës, me ato 200 Po të ndjekësh, ai e dinte mirë taktikën osmane të stepës, luftën. Edhe i paralajmëronte mos i ndiqni nga pas se keni kurth. Ata sulmonin, tërhiqeshin, ku armiku duke mos e njohur i sulmonte sikur po iknin në Arati, këta i rrethonin dhe i godisin me gjitha gjërat. Dhe ky e dinte këtë punë dhe i dilte përpara i thoshte mos i ndiqni nga pas. Në çfarë gjuhë komunikonte Skënderbeu? Kam përshtypjen që duhet i dinte të gjitha gjuhët e mëdha të kohës. Slavishtën duhet të njihte nga krahu i mamas. Tani mamaja e tij Vojsava nga ishte? Duhet të qenë nga familjet slave të Maqedonisë sot me Veriut, por që të Shqipërisë lindore. Sepse shqiptare? Jo, për mua është slave. Për ju është slave? Slave. Vojsava? Vojsava. Po? Ka një gjë. Dhe gjuhët e Skënderbeu cili ishte? Latinishtja? Osmanishtja? Italishtja është e dokumentuar që... Italishtja? Jo latinishtja. Italishtën e flet si ne thoshin. Italishtën? Po ku mësoi italishtën ai? Nuk e di. Ajo duhet parë, turqishtën po e po. Osmanishtën? Gjuhën turket, asaj kohë. Po? Edhe greqishtën. Greqishtën? Gjuhët e mëdha të kohës, ai ka ditur. Problemi është që zotërit shqiptar të viseve lindore kanë pasur në gjirin e tyre dhëndur apo nuse, ose greqisht folse, ose slavisht folse, dhe me martesat dinastike dhe me Bizantin. Prandaj, Nikola Jorga e thot me shumë të drejtë, shumë herët, që ishin familje shqiptaro-slave, shqiptaro-greke, thoshte. Sepse në gjirin e tyre kanë pasur, sepse ishin martesat dinastike, dhe duke qenë martesat dinastike si paj, merrnin territore dhe zgjeroheshin. E kuptova. Kështu që ka qenë në traditën dhe në raportet shtetërore të kohës këto që kanë qenë pjesë e njëra tjetrës. Sa fe ndroi Skënderbeu, sa fe përdor? Fesimet e mëdha. Do të thonë, ortodoks kishte lindur. Pastaj kur shkoi në Edirne, musliman, dhe kur erdhi këtu një nga aktet e para që e pohojnë edhe Marin Barleti, edhe burimet osmane, katolik. E bëri publike konvertimin e tij në besimin katolik. Katolik, po kështu Bektashi ishte? Relacionin që ka pasur me baballarët Bektashi në Edirne nuk di të them ende, sepse janë të pakta dokumentat që kanë mbijetuar para marrjes së Konstantinopolës, ka disa, por nuk është çudi që të ketë pasur relata me... Po me ferman të falsifikuar erdhi këtu në Krujë? Ajo është e saktë. Mund të më thuash shkurtimisht për gjithë ata që ta ndjekin? Sepse praktika e tillë ka qenë që e detyroi, ju imponua shkruesit të komandantit të fushatës, e mori dhe i tha jep një ferman. Se e detyroi edhe me forcë, edhe ekzekutoi. Dhe e vrau pastaj. Skënderbeu. Që mos se do e njoftonte. Atje
Atje para se të nise. Jo në Edirne, ishte në Hungari. Në Hungari. Në Hungari. Do thënë atje shkruesit i tha që bëjnë ferman tani, i tha. Sikur sultani apo Pelerbeu i Rumelis që ishte aty, më autorizon mua që jem Zoti Krujës. Zoti Krujës. Ai e shkruajti? Pastaj ky ekzekutoi, është brenda praktikës burokratike osmane të asaj kohe. Dhe rrëfimi i Barletit është i saktë. Prandaj dhe osmanët siç të thash, i thoshin bukshkal. Prandaj i thoshin bukshkal. Bukshkal. I njifte mjaft. Kështu si student atje bën një debat me një historian? Jo. Ata i pranonin. Ti kisha në vendin tënd do kisha bërë debat, do kisha bërë sherrë debat. Janë gjërat e qarta. Nuk ka. Jo, e di pse e them këtë, se kur vinë personalitetet turke këtu, gati e fshehin foton e Skënderbeut, bustin e tij. Duhet të jemi të saktë. Vlerësimi historik i gjës është gjë, gjykimi politik i historisë është gjë tjetër. Detyra e studiuesit është që politikanëve. Edhe ti ndash ato si ndan? Jo, i ndan. Unë i ndaj. I ndan, I ndaj. Detyra e studiuesit është të krijojë, të ndërtoj histori të qëndrueshme që opinioni i gjerë dhe politika ta marri të plot. E kuptova. Kurse përdorimi politik i historisë është tjetër gjë dhe varet nga politikanët. Foto tjetër? Këto janë familjet e mëdha. Por unë do të veçoja 3. Këtu nuk janë, se është e vonë. Në qendër të viceve shqiptare ka qenë familja Skuraj. Këtu nuk është. Skurajt fillonin në Adriatik dhe mbaronin në Shkup. Sipër ishin Tukagjinët, shumë më të fortë se këta. Ndërsa poshtë Muzakajt. Muzakajt? Ne Muzakajt. Muzakajt shkonin deri në Thesali. Deri në Thesali, Kurse Tukagjinët deri në. Po si ka mundsi lushat aty në jug fare? Familja Losha. Por Losha, jo Lusha. Sa ty shkot Lusha. Ato janë derivate të shkoputura nga këto familje të mëdha. Shiko, ka një gjë. Cilat familje kanë lënë toponime me shtrirje të gjerë gjeografike, ato janë familje të mëmë. Për shembull? Skurajt, ka shumë Skurajt. Sopata. Nga Ndevi. Nga Sopata. Nga Zgërdeshi. Po Muzaka ka ndonjë kuptim? Muzakajt janë nga Malësia e Korçës. E jo nga Berati? Jo. Nga Korça jote, Nga Malësia e Korçës dhe janë të zbritur nga 2 krahët pastaj dhe janë zgjeruar deri poshtë. Dhe sot derivatet tyre pastaj tyre ka deri në Argentinë. Po janë familje shumë e fuqishme dhe kanë shumë deg, nën deg. Kastriotët janë më të vonë. Janë më të vonë, kastriotët. Janë më të vonë. Por kanë qenë tej mase agresiv. Kastriotët, Shumë. E kuptova. Foto tjetër? Tani kjo është një karikaturë, në momentin që ne po shkëputeshim nga Perandoria Osmane, po shiko tani më bën përshtypje, zëmra, do të thonë Perandoria Osmane kë kishte, zëmra një ishin shqiptarët. Dgjoj. Ma shpjego pak këtë se një osmanolog vetëm ti mund ta shpjegosh shpejt bukur. Unë do të them vetëm këtë. Dyshi çai bie ajo, mushkria. Bagdad, Iraku, 3 Jemeni, 4 Siria. Jemeni 3 çai bie stomaku. 4 zorr Siria. Ajo është si mëlçia aty anësh. Kush, 3? 3. Apo jo. Po themi mëlçia. Po ne zëmra më. Zëmra e Perandorisë Osmane ishin shqiptarët. Dgjoj. Një gjë është fakt që imazhi negativ, por që me të vërtet i keq për Perandorinë Osmane filloi mbas vitit 1850. Sepse deri në 1850 drejtuesit kryesor të sanxhaqeve shqiptare kanë qenë shqiptarë. Prandaj Ali Pasha ishte interesuar në ndërtime publike. Prandaj Vlorajt ishin të interesuar në ndërtime urbane. Prandaj Bushatlind ishin perfekt në marrëdhëniet ndërfetare katoliko-muslimane në Shkodër, sepse interesoheshin për tokat e tyre. Tani këtu s'më del llogaria. Prit. Mbas 1850-s, mbas reformave të Tanzimatit, kur i shfuqizoi këto familje, ajo dërgoi njerëz që nuk kishin lidhje me këto troje, por që ishin të besuarit të sultanit deri në vdekje, për t'i mbajtur nga pikpamja gjeopolitike mos shkëputeshin. Po mirë, dakord, po si ka mundësi kjo Perandoria Osmane ka që mirë që thua ti? Jo, s'është mirë. Po jo, deri në 1850 ishte në rregull, po. Jo, ishte në rregull. E delegoi pushtetin tek vendasit. Po
për llogaritë e saj. Pra kishin një lloj, po the autonomie shtetërore qendrore. Dakor. Po. Ligji posaçëm për ndalimin e gjuhës shqipe asnjëherë s'e kam kuptuar. Dhe vetëm për gjuhën shqipe. Dëgjoj tash. Dakor. Dhe vdekje për çdo person që mbante literaturë në gjuhën shqipe. Prit. Jo kjo një. Ajo që të flasim interesat, se ne gjykojmë sot nga interesat e shtetit kombëtar dhe e procesit të shtet dhe konformimit. Po? Ne. Perandoria ishte nga pozitat e perandorisë së përjetshme, që nuk do të binte kur, ashtu siç besonte Roma dhe Bizanti. Jemi dakord këtu? Tash vim këtu. Problemi ishte që ata thoshin, nëse ju japim gjuhën si gjuhë shkolle, nesër do kërkoni autonomi, pas nesër do shkëputeni. Po mi pse vetëm për ne do bënin këtë ata? Sepse e para, çdo shtet tjetër ballkanik i krishterë kishte nga një fuqi të madhe nga mbrapa, që këta nuk e frenonin dot dhe do ikte. Dhe ne që ishim kështu. Bravo. Një, e dyta, për fatin ton të mirë dhe të keq, kemi toka nevralgjike gjeopolitike shumë të rëndësishme. Që ata me çdo kosto i donin dhe ne nuk ishim aq të për te i kohës Ali Pashës nuk e kishim më atë fuqi të shkoputeshim nga perandoria të vetëm. Po mirat në atë kohë kam një kundër argument tjetër. Urdhë. Përse ne kemi katedrë gjuhës shqipe edhe në Moskë, po, edhe në Shën Petersburg, në Amerikë e kudo dhe në Turqi s'kishim. Ka. Në Edirne. Ka tani para sa vitesh u bë kjo? Sa vitesh. Po, mos kishte në Turqi ka sa shqiptar ka Turqia? Prit. Tashti. Kështu që ka diçka këtu. Jo. Ata e pranojnë milionat e shqiptarëve që janë atje dhe i konsiderojnë pjesë integrale të shtetit turk. Por Turqia republikane që u krijua mbi gërmadat e perandorisë, u krijua si shtet kombë në mënyrë artificiale. Dhe Ataturku falë reformave europianizuese kombëformuese, dhe për të e rëndësishme ishte te gazeta më e madhe turke, edhe sot e kësaj dite, Hürriyeti, ka një shprehje sipër. Türkiye Türklerindir. Turqia është e turqëve. Më kupton? Po si kjo që Shqipëria shqiptare dhe këtë tradhtar. Jo, ata e kishin në këtë sens që kush qëndron këtu se ndryshe shpërbëhet ai shtet. E kuptova. Shpërbëhej ai shtet. Po të thoshet unë jam bosnjak. Okej, ecim se s'kemi kohë. Foto tjetër. Këta janë turqit. Që hiqin. Jo, këta janë shqiptarët, një detachment shqiptarësh në fund viteve 800 në Stamboll. Po. Ç'të veshëm. Në luftëtar, a? Luftëtar, po këta mos vinë nga vendet arabe, se ata i mbanin vendin kështu. Po shqiptar, jo, diktatura. Kurdë dhe Arnauts, po pra. Kurdë dhe Arnaut. Dhe Arnaut, po pra, bashkë. Po pra, shqiptar, pra. Po ka pasur trupa, pa diskutim, edhe kanë qenë elitar. Elitar, a? Elitar kanë qenë. Po ku shua kjo, po pse si jemi sot ne kaq luftëtar, më? Jo, luftëtar jemi. Jemi? Pa diskutim. Shqiptarët njihen. Dhe shiko, kanë qenë mbi të gjitha, atje janë vlerësuar për shtetar. Për shtetar... Sa kryeministra... Shumë. Kanë zirë... Shumë. Do të sa kryeministra ishin shqiptar, sa kryeministrat perandorisë Osmani ishin shqiptar? Të mos them një shifër saktë se janë shumë, po mbi 30. Mbi 30. Po se sa kryeministra kishte? Vezirët mëdhenj, ëh? Vezirët mëdhenj. Sadrazam, po vezirët mëdhenj. Do të se sa ka pasur perandoria osmane? Mund të kenë pasur 100, se ata 103, nga këta 30 ishin shqiptar? Kanë pasur shumë. Shumë. Sepse ata që bënin, jo vetëm që ofronin kapacitetin e tyre, por edhe ndihmonin njëri tjetrin që të mbanin. Solidariteti etnik shqiptar është i evidentuar. Po ndonjë sultan me origjinë shqiptare kishte? Nuk mund të kishte. Nuk mund të kishte. Nuk bësh fjalë. Sa mund të preket familja mbretërore britanike, aq prekej edhe... Ajo, ishte gjak turk, Shteti perandoria osmane është shtet dinastik. Dinastia. Mbaroj. Po të preket dinastin aty... Foto tjetër? Edhe këtu shqiptar, këta duke që janë shqiptar. Këta duke që janë shqiptar.
Këta në Istanbul. Duken, dallohen, ja edhe me qeleshe, me plis, do shumë. Këta me të kuqe, këta, se në gjyrë kuqe duhet jetë ajo. Ka regjimente, ka trupa shqiptare. Foto tjetër? Tani, pashallaku më i madh ishte Janinës? Edhe Bushathin nuk ishim pak. Nuk ishim pak, po. Por Ali Pasha ishte spektakolar edhe për lidhjet që krijojmë e Perëndimin. Ishte spektakolar, ishte një nga personalitetet më të rëndësishme të kohës dhe me një ndikim shumë të madh, me ambicie për të krijuar shtetin e tij dinastik, kryesisht në trojet shqiptare, por duke ushtrirë edhe me gjërë. Pas Skënderbeut, Ali Pasha është figura më lartë shqiptare në histori? Po, edhe Ali Pasha ashtu si gladiatori, si ke filmin Gladiatori, ngriti pashallëkun e vet, por asnjëherë nuk shkoi në Istanbul. Edhe kur e thirrën. Wow, si ishte kjo, do të thënë gladiatori, se e thot në filmin Gladiatori. Ai ishte një general Maximus me shumë grada etj dhe komandant i madh, po luftonte lart në veri. Në Rom s'kishte vajt asnjëherë, vajti vetëm kur si gladiator, do të thënë si peng. Ali Pasha Pelena kishte si gladiatori. Edhe në Këshillin e Ministrave. Dhe nuk shkoi asnjë në Istanbul? Asnjëherë. Dhe ishte Pashaj i madh. Ka qenë në fushata ushtarake për llogaritë të sultanit. Po? Sepse tek trupat e Ali Pash Tepelenës, në fushata, ka bërë pjesë dhe Hasan Zyko Kamberi, poeti. Ai Bejtegjiu? Poeti shqiptar i shekullit të fund shekullit të Po Bejtegji ishte. Te Bejtegjime. Ai ishte Bejtegji apo sepse vjershëtor të themi. Vjershëtor? Vjershëtor. Se termi Bejtegji ka konotacion negativ. Pejorativ. Dhe vjershëtor. Ai ishte Trahanaja, ajo diçka e tillë. Trahanaja se më nga folklori sociale, një nga të parët që ka shtruar probleme sociale të kohës dhe një nga poetët që në infrashi e merrte për model. Foto tjetër, po kam një kjo ishte për folëm për lidhje Prizrenit. Tani kam një pyetje. Më 9 gusht 1830 dhe kjo është një ngjarje që mua më befason sa herë dhe kalon kështu në historinë tonë. Në manastir u masakruan 500 kapetan shqiptar nga Mehmet Reshid Pasha. Që ishte kjo ngjarje që i thirrri aty ai dhe u preokupon, i vrau. Unë e preka pak më parë kuvendin e Beratit, 1828. Po? Masakra me Meserit është derivat i kësaj, është vazhdimësi e kësaj. Për atë? Se kuvendin e Beratit e organizuan 3 krerë. Ismail Bej Vlora, gjyshi Ismail Qemalit, Shahin Delvina, nga familja Delvina, dhe Silahdar Ilyas Poda, nga Kolonja. Nga Kolonja, Poda dhe famshëm. Zyliftar Poda. Zyliftar Poda, po. Këta të 3. Dhe këta morën vendim duke parë zhvillimet që po ndodhin në Greqi, se sultani i thiri në Greqi, këta thanë mos shkoni të vriteni atje, se ne e dim se po na çon mish për top. Greqia do bëhet e pavarur se e dinin lojën e britanikëve nga pas. Dhe i thanë, hajtë të qajmë hallet e Shqipërisë këtu tashti. Dhe Shqipëria tyre ishte Shqipëria e Ali Pashës. Se kishin dalë nga umbrella e Ali Pashës. Dhe sultani thiri Ismail Bej Vlorën në Janin. Dhe aty e vran gjyshin e Ismail Qemalit. Prandaj Ismail Qemali nuk është rastësi në kryet pavarësisë Shqipërisë. Një minutë se do të them edhe diçka. Dhe kur e panë që kishin ndërmend ta vazhdonin këtë punë prap, thirrën krerët që morën pjesë në kuvendin e Beratit. Kush e bëri këtë kurth? Reshid Mehmet Pasha, Gjeorgjan dhe quhej specialisti çështje shqiptare. Dhe i thirrin në manastir? Në manastir. Po si shkuan këta si kope? I besuan, sepse nuk e menduan që do shkonte deri aty. Po si do? Dhe masakra ndodhi dhe aty ishte një nga goditjet më të mëdha që mori çështja shqiptare, sepse e vonoi shumë procesin. Po pra se ata prën kokat. Prën kokat. Si punë aty i bërin Veroza elitës së vitit 30. Bravo, kjo. Fiks fare. Kjo e vonoi. Dhe kjo është arsyeja sipas asaj që unë kuptoj, që pse Shqipëria nuk është pall e pavarur përpara. Në atë kohë. 1830-ën? Po. Në një kohë me Greqinë. Po pra. Dhe u shpall 1812. Po si vajtën këta atje? S'kishin armë fare këta? Se 500, nuk po thej 50. Jo, ishte e përgatitur. Po ku në ç'vend, ku ka ndodhur masakra fiks në manastir? Në daljet manastirit, është një gazerm, ka qenë një gazerm dhe një fush. Gazerm, i thirrën gazerm ata? Po si vajtën ata si Nesa tuën parë, por Osmanët ishte diçka e vogël dhe mbeti sepse ishte çështje e brendshme, se po të kishte ndodhur kjo me grekët, do bënte jehon sepse ishte shtypi ndërkombëtar.
Po për këtë nuk u shkruajt fare? Vetëm dhe unë kam gjetur dokumentin Osman të kësaj. E kam parë dhe aty thuhet shpreha që të vjen keq. Po? Shtypëm disa miza. Qa thua? Shtypëm disa miza? Sa të ishin kapedan të gjithë? Kapedan të gjithë. Krerët e Toskërisë. Të Toskërisë? Toskërisë të gjithë. Nga kolonja dhe Foto tjetër? Të esim se koha ecën? Kjo ishte... Po. Do dhënë këto historia... ishin teritoret historikisht kjo të banuar. Kjo Shqipëria etnike? Etnike edhe fatmirësisht në literaturë e pranuar nga të gjithë fqinjet që ishte me shumicë shqiptare. Si na preng shumë? Kjo, shetashi, prerja jonë ishte për dy arsye. U gjet hapësira boshe nga dobësia e perandorisë osmane dhe fqinjet për merit të tyre, t'ja u njofin, që thoshin të marrim teritoret e perandorisë, ata e dinin fare mirë që ishin të banuar shqiptar, por thoshin turq, duke qenë se shumica ishte musliman, ata thoshin po marrin tokat e muslimanëve të turqve. Dhe kështu plotësonin ambicjet e tyre, por dhe të fuqive të mëdha që thoshin perandoria duhet të dëbohet nga Ballkani. Duhet shkojnë në Stamboll, edhe nga Anadolli të shkojnë deri në lindjen e mesme. Dhe në këtë petk, në këtë argument që po marrin tokat e turqve e muslimanëve, Islami dëbohej nga Adriatiku, kalonte prapë në Egjet. Tani këto është populluar, janë asimiluar në një pjesë e madhe, po. Nish s'ka. Ka qenë e përqindje shumë të lartë shqiptare. Jo, ka qenë tokë shqiptare. Ka qenë tokë shqiptare dhe Greqia brenda 100 vjetësh u 3 fishua, ndërsa Serbia është 5 fishuar. 5 fishuar. Nuk u rrisu trojve dhe popullsisë tonë. Foto tjetër? Ja, kjo e lidhjes Prizrenit. Tani, sa gjë e bukur ka qenë kjo lidhje Prizrenit? Sa ka një, ishte projekti i madh sepse në Kosovë u bashkuan të gjithë krerët e të gjitha viseve etnike. Dhe përfaqësia ishte fantastike. Deri në Prevez. Deri në Prevez kishte përfaqësi. Deri në Prevez. Dhe në Nishlart? Po. Ua, çfarë fantastike. Problemi ka një gjë, që paradoksi kësaj pune ishte, kur u shkëput përfundimisht Ulqini e Tivari, po? Perandoria e di kë autorizoi që ti thorzonte këto toka? Kë? Tjatin e Ferit Pashvlorës, ose Syria Pashvlorës. Babajin e Syria Vlorës. Kupto, ta them këtë për të kuptuar. Po pse Perandoria Osmane pastaj arrestoi dhe sugjinou si Avdyl Frash? Për të kuptuar pozicionin e dobët të shqiptarëve, sepse kur ishin shqiptar dhe për të nxitur nacionalizmin shqiptar, për të mbajtur gjallë frymën, ndërsa në momentin që Perandoria e shihte që duhej ulur kontrolli, këta ishin në punësi që duheshin larguar. Kjo Perandoria e sugjinou si Avdyl Bej Frashi? Sepse doli jashtë kontrollit. Foto tjetër? Shtëpia e Lindjes. Edhe unë kam një kujtim shumë bukur se kam qenë nga shqiptarët e parë mbas luftës në 99-ën. Në vitin 2000 kam vajtur aty. Është ansambli që e kanë restauruar shumë bukur. Roja i kësaj, do të thënë ai që kujdesej se kjo u doq nga ata dhe u ringrit. Dhe unë kam qenë nga shqiptarët e parë. Roja më ka dhënë një dhe kam një kujtim shumë të bukur, libri i muzeut, po themi. Ai në 71-shin në ato reprezalet e kishte groposur në tokë. Dhe nxori atë ditë dhe më shkruajti, më dhuroi mua. Ti je shqiptari i parë tha që po takoj thënë mbas luftës. Mbas luftës. Dhe kam kujtim shumë të bukur. Ti thashun po ti hidhi një firmë aty, sa ishte një xhaj, një plak, edhe nëse ka dashur Zoti dhe jeton, unë e përshëndes, po çfarë do pasardhës të ketë, më thënë jam shumë i njohës për atë. Unë sa vajtëm Prizren e gazetarti, unë direkt të lidhja. Është një nga vendet... Kam lexuar edhe prokuria, struktura e prokurisë. Një nga vendet e shenjta të mendimit dhe të lëvizjes shqiptare. Po, foto tjetër? Ky është pak lokale, po jo dhe aq lokale. Ky është arkitekt Kasemi, shtater i Perandorisë Osmane. Ndonë se ka pak lokalizëm në këtë, po më ka bërë përshtypje nga qyteza Grëmsh e Skraparit, një djalë atje, imagjino atje mes males, shkon dhe bëhet arkitekt, jo vetëm thjesht arkitekt i famshëm, shtater krye arkitekt i Perandorisë Osmane. Ç'ishte ky Mimar Kasemi? Dgjoj, Perandorit i jepnin mundësi njerëzve të talentuar që të ushtronin aftësitë e tyre, sepse ishin
të interesuar në konceptin e tyre për të qenë të përjetshme. Roland, kjo duhet kuptuar. Pak ne perandorit I shohim si qenie të dhunshme. Jo. Kanë pasur aspektin e tyre të jetëgjatësisë dhe të gjithë udhëheqësit e tyre kanë aspiruar për pushtet të pakufizuar dhe të përjetshëm. Dhe në këtë kuadër, këta njerëz që do realizonin këto monumente të mëdha, ju e jep të mundësinë. Pa diskutim. Dhe në këtë kuadër duhet vlerësuar edhe kontributi I elitës shqiptare që u integruan në strukturat e Perandorisë Osmane dhe arriti deri afër sultanëve, kanë qenë pjesë e shpurës atyre dhe e vendimarrjes. Dhe si ky ka pasur shumë. Shumë. Mirë, famën si arkitekt Sinani Elbasani dhe arkitekt Kasemi Skraparit nuk ka pasur në këtë fushë flas. Unë po të zë emrin e një personaliteti që u bë Ivaz Pasha quhet, I konvertuar, nuk ja di emrin si e ka pasur përpara. Ka qenë nip kryeministri, u bë dhe vetë kryeministër, por ka qenë një nga arkitektët kryesorë të Sultan Mehmetit parë. Ka qenë edhe shtetar, edhe administrator I qytetit të Bursës. Po ç'ishin këto talentë? Njerëz të talentuar që perandoria I thithi se kishte nevojë për mendimin politik dhe komponentin shtetformues të shqiptarëve. E kuptova. Dhe kjo është, prandaj këta kanë gjetur vend. Ja ta tregoj foton tjetër, se lidhet po me këtë, foton tjetër, lutem. Ja, kjo është ura e Kasabashit. E Kasabas. Jo, ura është e Kasabashit. Kështu që ne kështu dim në qytetit. Kjo është në Çorovod, në qytetin e Çorovodës. Pikërisht, ka qenë Kasaba. Ka qenë qytet. Po pse Kasaba, ç'është kjo sh? Bash është krye, kreu. A kreu. Po nuk ka kuptim. Kasabas. Kasabas. Po domethënë çdo literaturë shkruhet e Kasaba. Ura e Kasabashit. Të gjithë shtetarët që u integruan, për të përjetësuar emrin e tyre, autoritetin e tyre, pushtetin e tyre, linin monumente të natyrave të ndryshme në vetëlindjen nga vinin. Ka qenë s'ke rregull kjo. Po. Do të ky u bë arkitekt aty dhe bëri këtë urën këtu. Qyprilind ka ndërtuar në Roshnik të Beratit. Po, në Roshnik dihet. Një xhami. Po. Po edhe ky vetë, ka ndërtuar edhe gjëra të tjera. Po pse? Arkitekt Kasemi. Lagja e Beratit si e ka ajo? Vakaf? Jo, Murat Çelebia. Murat Çelebia. Ka qenë kryeminist I Perandorisë Osmane nga familja Vlora. Po pse Murat Çelebia nuk ishte turk? Murat Pasha. Ai ishte shqiptar. Njëri I familjes Vlora. Ishte shqiptar. Lindur në Berat, ka dokumenta për Murat Pashën. Murat, po pse Çelebi? Çelebi do thotë djalë I rritur me pekule. Son thoshte Çelebi është turk. Është ofiqe jo? I mirë edukuar dhe I zgjuar. Po ti ja po flas me osmanologun, prandaj tani u kthjellova. Foto tjetër. Edhe ky Kasemi. Në vendlindjen e tij ka lënë gjurmë. Tani do ta tregoj, është një foto tjetër, s'ka. Kisha një foto, nuk ka problem. Ky është nga qyteza Grëmsh e Skraparit, që është zhdukur ajo. Nuk më çudit ky fakt, sepse për arsye nga më të ndryshme me kalimin e kohës, por Grëmshi me siguri ka qenë Kasaba me statusin midis fshatit dhe qytetit. Pse kështu që midis fshatit. Qendër urbane, e rëndësishme lokale, mund të ketë qenë qendër nahie e Tomorricës. Nahie, po. Nahie. Kryeqendra në varësi të Kazasë së Beratit. Dhe këta, meqense Berati ka qenë qendër shumë e rëndësishme në nivel perandorak. Ka pasur dhe fëmijë të talentuar që merreshin ka qyteti. Po, kështu ka qenë historia këtë. Shkojnë atje dhe atje mbi bazën e aftësive që kanë treguar. Ky është marrë me arkitekturë dhe është promovuar deri në postin e kryearkitektit të. Tani ne e plotësuam orarin zoti Egro, por 500 vjet, 600 vjet perandoria osmane, në një orë gjysmë s'ka shans domethënë që ti asimilosh. Po unë të premtoj, po unë me shumë dëshirë do të ftoj përsëri për shumë tema të tjera, që s'm ka ndodhur kjo ndonjëherë me një historian, sepse zakonisht, domethënë periudha të tjera kanë debate, po kjo është e panjohur, se lufta e dytë botërore, komunizmi kanë debate. Ndërsa kjo është e panjohur, këtu s'kemi arritur akoma, ka shumë pak debate. Megjithatë, qëndrim ideologjik të fuqishëm anti është mbajtur shumë edhe për këtë periudhë. Thash, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonet. Si anti, kjo është gjë e mirë gjë e keqe. Jo, ka penguar shpejtësinë e njohjes së kësaj periudhe. Po ti ishe kështu, gjysma e klasës tënde do shkonin studionin në Ankara, pastaj jo vetëm ti, se vetëm ti vjen studiove. Sa osmanolog ka sot Shqipëria? Ka disa. Po shumë pak. Po.
4-5 vetë janë. 4-5 veta. Po. Do të thonë shumë pak janë për 600 vjet që ne kemi qëndruar me atë. Zoti Egro, falenderoj shumë për këtë bisedë, me të vërtetë shumë iluminuese. Kënaqësia ishte imja. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, publicitet nga unë Roland Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.